Mjekët psikiatër zakonisht e diagnostikojnë çrregullimin bipolar bazuar në simptomat e një personi, historinë e jetës, përvojat dhe në disa raste historinë familjare. Çrregullimi bipolar zakonisht shfaqet midis moshës 15 dhe 24 vjeç dhe vazhdon gjatë gjithë jetës. Për të mësuar më shumë rreth përjetimeve dhe nevojave që ka një person me një çrregullim të tillë, vazhdoni na ndiqni në programin e sotëm Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje të dashura mikesha dhe mirë se keni ardhur në programin e sotëm Shpresë për ty. Unë jam Dena dhe në studio nuk jam vetëm, jam bashkë me Artën dhe Michelin. Mirë se keni ardhur. Përshëndetje edhe nga unë, është kënaqësi që jemi përsëri së bashku dhe që ju zgjidhni të na ndiqni dhe të bëheni pjesë e programeve tona. It's a pleasure to be here. Është kënaqësi të jem këtu. Unë duhet falenderoj Michelin në fakt që ka ardhur sërish në studion ton, edhe është duke ndarë me ne përjetimet e saj, gjëra shumë të rëndësishme që mendoj dhe dëgjueset tona që janë duke na ndjekur mund të jenë duke i hasur në përditshmërinë e tyre dhe ndoshta nuk din t'i vënë një emër apo nuk din se ku të kërkojnë ndihmë. Dhe faleminderit Arta po ashtu për përkthimin tënd. Ideja është që njerëzit duhet të mësohen që shumë gjëra që deri para pak kohësh ishin tabu, sot nuk duhet të jenë më të tilla, sepse sot është më e nevojshme se kur që të flitet për këtë çështje. Michelli është vajza ime dhe unë e nxita, ose më saktë ishte dëshira e saj të ishte në studio, por edhe unë sigurisht që e nxita që mikeshat tona, qoftë nëse janë nëna dhe kanë vajza apo djem që përjetojnë simptomat për cilat ne folëm në programin e kaluar, qoftë nëse ato vetë kanë simptoma të tilla, të mos kenë turp apo të mos kufizohen në një botë të vogël pa kërkuar ndihmë, sepse kjo do t'i përkeqësojë gjërat dhe do t'i çojë në pikën kur do të jetë tepër vonë, sepse siç tham në programin e kaluar, një person me çrregullimin bipolar mund të ketë edhe mendime për vetvrasje. Dhe është shumë e rëndësishme që kjo të trajtohet në kohë. Ndoshta do të ishte mirë që edhe unë si nën të ndaja përjetimet e mia, ndërsa vajza ime përballet me një çrregullim të tillë, por mendoj që ndarja e historisë së Michellit do të jetë më pranë dëgjuesve tona. Pra gjithsesi do t'i inkurajoj edhe nënat nëse kanë fëmijë që përballen me këtë çrregullim. Kështu që tani të dëgjojmë Michelin ndërsa ndan historinë e saj personale, edhe pyetja është për ty, cilat janë, po themi, ato gjërat e para të cilat ti vure re përpara se të mendoje që kishe nevojë ndoshta për një konsult apo kërkime të mëtejshme në lidhje me këtë problem? Since I was young and going through my puberty, Që kur isha në moshë vogël dhe po kaloja pubertetin, I noticed long periods of depression in myself. vura re tek vetja ime periudha të gjata depresioni. Of course, I was going through quite a lot at that time. Sigurisht që po kaloja shumë gjëra të vështira në atë kohë, I had just moved to a new country sa po kisha shkuar në një vend të ri and I was there without my mother. dhe isha atje pa mamin. And I understood the reasons for that depression. Dhe unë i kuptoja arsyet e këtij depresioni, So I just let it pass. por thjesht e lash që të kalonte. But then throughout the years, Por përgjatë viteve, I still had these episodes. përsëri kisha këto episode And then I found that they had no reason. dhe arrita të kuptoj që nuk kishte arsye për të kaluar këto episode depresioni. And so this felt strange and unfair. Dhe kjo më duke e çuditshme dhe në të njëjtën kohë edhe e padrejtë. Why is my life going so well, but I can't enjoy it? Pse jeta ime po shkon mirë, po unë përsëri nuk mund ta shijoj atë. Why do I have all this support around me, but I forget it exists? Pse kam gjithë këtë mbështetje rreth meje, por në të njëjtën kohë harroj që ajo ekziston. Why do I feel so alone and low when I'm not alone? Pse ndihem kaq e vetmuar dhe me humor të ulët, ndërkohë që nuk jam vetëm. So
These issues at first were easy to ignore. Në fillim, këto probleme ishin të lehta për tu shpërfillur. I excused it as something seasonal or hormonal. Dhe justifikoja me diçka që ishte thjesht sezonale apo kishte të bënte me hormonet. But I saw it was affecting my life. Por vija re që po ndikonin shumë në jetën time. I couldn't focus on a school that I loved to be in. Nuk mund të përqendrohesha në një shkollë që vërtet më pëlqente shumë që isha atje. I couldn't celebrate any of my achievements. Nuk mund të festoja për asnjë nga arritjet e mia. I would push away my closest friends. I largoja dhe I mbaja larg edhe mikeshat e mia më të ngushta. I would even forget I loved my family. Madje harroja që e doja familjen time. And so the reason I decided to get diagnosed Kështu që arsyeja pse unë vendosa të diagnostikohem is because I thought about my future. është sepse mendova për të ardhmen time. I want to build a career. Unë dua që të kem një karrierë. How can I build a career if I'm depressed every 2 months? Si mund të kem unë një karrierë ndërkohë që jam në depresion çdo 2 muaj? People will count on me at an important job and I won't be able to deliver. Njerëzit do të mbështeten tek unë për të bërë një punë të caktuar dhe unë nuk do arrit dot ta bëj atë punë. Or when I have kids and build my family. Ose kur të kem fëmijë dhe të kem familjen time. It's unfair to my kids that they won't understand how their mother feels. Është e padrejtë që fëmijët e mi nuk do arrin ta kuptojnë se si ndihet mamaja e tyre. Why is mom all of a sudden numb and not emotional at all? Pse mami krejt papritur është empir dhe nuk ka asnjë emocion. So, resolving these issues became very important to me. Kështu që zgjidhja e këtyre problemeve u bë shumë e rëndësishme për mua. I targeted my depression with exercise and social activity. Mundova ta përballoj depresionin tim duke bërë ushtrime fizike dhe duke dalë me shoqërinë. I prayed so that God would give me peace and happiness and make me feel active again. Dhe lutesha që Perëndia të më jepte paqe dhe të më ndihmonte të isha aktive. And when God answered these prayers, I became far too active. Dhe kur Perëndia u përgjigjej këtyre lutjeve, unë bëhesha tepër aktive. I wouldn't sleep. Nuk arrija të flija. I wasn't hungry. Nuk kisha uri. I would just want to be outside all of the time. Thjesht doja të isha jashtë gjatë gjithë kohës. I wanted to be with my friends. Doja të isha me mikeshat e mia. I felt restless. Dhe ndihesha sikur nuk isha nevojë për pushim. And so this binary of emotion and activity, Kështu që ky dyzim I emocioneve dhe aktivitetit it becomes difficult to live life with. E bëri të vështirë jetesën time pra në këtë mënyrë. I first went to the psychiatrist to get a diagnosis for depression. Në fillim unë shkova tek mjeku psikiatër për të gjetur një zgjidhje për depresionin, But after completing questionnaires, por pasi plotësova disa pyetësor, they told me I'm bipolar. më thanë se kam çrregullimin bipolar. And the psychiatrists ask you a lot of questions. Dhe psikiatri ju bën shumë pyetje. And they want to distinguish between type 1 and type 2. Mjeku psikiatër do që të dallojë midis çrregullimit bipolar të tipit 1 dhe çrregullimit bipolar të tipit 2. And I wanted to avoid medication at all costs. Unë doja që t'i shmangja ilaçet me çdo kusht, But because this is a biological issue, por duke qenë se ky është një problem biologjik, the medication can't be avoided. nuk mund t'i shmangësh ilaçet. Michelle, a ka kaluar shumë kohë përpara se ti të arrije të ndaje të gjithë të përjetim me dikë që kishe afër teje
Dhe ndodhi më së pari që ndave me një person këtë apo shkove më njëherë te doktori për t'ju diagnostikuar? I've always been a person that tries to solve their own issues. Unë gjithmonë kam qenë një person që jam përpjekur t'i zgjidh vetë çështjet e mia, problemet e mia. My parents made me very independent. Prindrit e mi më kanë bërë shumë të pavarur. They taught me all the things I needed to know. Ata më mësuan të gjitha gjërat që është e nevojshme t'i di. So I would always try to solve this issue by myself. Kështu që gjithmonë përpiqesha që t'i zgjidhja këto gjëra vetë. I never shared my thoughts of suicide. Nuk i ndaja asnjëherë mendimet e mia për vetvrasje. I never wanted to worry my family. Asnjëherë nuk doja që ta shqetësoja familjen time. I wanted to be a pillar of strength. Doja që të isha si një shtyllë force. And so it took very, very long. Kështu që u desh një kohë shumë e gjatë. The first person I shared this with was my sister. Personi I parë me cilën I ndava këto gjëra ishte motra ime. Because she had noticed everything in me before I had noticed it. Sepse ajo I kishte vënë re këto gjëra tek unë para se unë veti vija re. And because I was ignoring the issue so much, dhe duke qenë se unë po e shpërfillja shumë këtë çështje, I would overlook my own symptoms. Ja anashkaloja simptomat që kisha. So after I shared this with my sister, kështu që pasi e ndava këtë gjë me motrën time, it became easier to explain to friends and family. U bë më e lehtë për t'ia shpjeguar pastaj mikeshave të mia dhe familjes time. But until I got the diagnosis, I didn't know what I was suffering from. Por derisa mora diagnozën, pra derisa u diagnostikova, nuk e dija se nga vinin gjithë këto gjëra. And when I shared this diagnosis with my friends and family, dhe kur e ndava këtë diagnozë me mikeshat e mia dhe familjen time, I got varying responses. Mora reagime të ndryshme. So my family, they were concerned and they asked, "Are you sure this is really what you have?" Familja ime me të vërtetë ishte e shqetësuar, po më pyetën që a je sigur që kjo është ajo gjë që ke? Because it's a very difficult diagnosis. Sepse është një diagnozë shumë e vështirë. It signifies that a person not only has been suffering, sepse kjo do të thotë që një person jo vetëm që ka qenë duke vuajtur, but they will be suffering for a long time. Por edhe që do të vuaj për një kohë të gjatë. And my friends, dhe mikeshat e mia, they were just understanding. Ato ishin të kuptueshme. They just understood why I pulled away so suddenly sometimes. Ato arritën të kuptoni se pse unë tërhiqesha prej tyre, largohesha prej tyre shumë shpesh. And why there would be weeks where all I did was ask them to meet up. Dhe pse kishte javë kur unë vetëm u kërkoja atyre që të dilnim dhe të takoheshim. What bipolar does is makes you struggle with your identity. Ajo që bën çrregullimi bipolar është se ju bën që të luftoni me identitetin tuaj. In this binary, you don't understand where your real self lies. Në këtë dyzim, ju nuk arrini të kuptoni se ku është vetja juaj, pra në çë pozicion është vetja juaj. And throughout my treatment, I've started to understand myself a lot better. Dhe përgjatë trajtimit, fillova që ta kuptoj veten time më mirë. I'm not depression and I'm not hyperactivity. Unë nuk jam e depresionuar dhe nuk jam në aktivitet të tepërt. I'm a calm, rational and loving person. Unë jam një person I qetë dhe I dashur. And that's why it's so important to get diagnosed. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që të diagnostikohesh. Not just for others to understand you better, but also for yourself. Jo vetëm që të tjerët ju kuptojnë më mirë, por edhe që ju të kuptoni më mirë veten tuaj.
Ndave mendoj që pas diagnostikimit ke marrë mjekim dhe je duke vazhduar atë. Cilat janë disa nga mënyrat të cilat të ndihmojnë ty ta përballosh këtë sfidë, duke qenë që është një problem pra që nuk ndalon, nuk ka një kurrë edhe u shërua, por është diçka që të shoqëron gjithjetën. One thing is removing excuses. Një gjë është që të largoni justifikimet. You don't need to explain or excuse yourself. Nuk ka pse të shpjegoni apo të justifikoni veten tuaj. When you are bipolar, Kur jeni bipolar, you do things that are outside of your nature. ju bëni gjëra që janë jashtë natyrës suaj. You hurt yourself or you hurt other people. Ju lëndoni veten tuaj ose lëndoni njerëz të tjerë. And so you need to understand what is and isn't your fault. Kështu që ju duhet të kuptoni se çfarë është dhe çfarë nuk është faji juaj. Our actions and our thoughts aren't always us. Mendimet dhe veprimet tona nuk janë gjithmonë ata që ne jemi. And you will feel a lot of guilt. Dhe ju do të ndjeni shumë faj. And you will feel a lot of loneliness. Dhe do të ndjeni shumë vetmi. But the way to battle this Por mënyra për ta luftuar këtë is support, self-support, and prayer. është mbështetje, është vetë mbështetje dhe lutje. Because some things are really not in our hands. Sepse disa gjëra nuk janë në dorën tonë. I believe God led me to my diagnosis. Dhe unë besoj që Perëndia më drejtoi tek diagnoza ime. Medication isn't evil. Mjekimi, pra ilaçet, nuk janë të këqija. God made doctors that are smart enough to come up with solutions. Perëndia I bëri doktorët që të jenë aq të zgjuar sa të arrijnë në një zgjidhje, të gjejnë zgjidhje. And through prayer, Dhe përmes lutjes, I was able to distinguish what was good for me and what wasn't. unë isha në gjendje të dalloja se çfarë është e mirë për mua dhe çfarë nuk ishte. You need to remove situations where you can make mistakes. Ju duhet të largoheni nga situatat që ju bëjnë të bëni gabime. For example, drinking and socializing too much in hyperactive moments. Për shembull, alkooli apo të shoqëruarit e tepërt kur jeni në ato momentet e hipermanisë. And you should make a list. Dhe ju duhet të bëni një listë. When you are feeling neutral, Kur jeni duke u ndjer neutral, pra në asnjë nga këto dy fazat, what is most important to you? çfarë është më e rëndësishme për ju? For me, it was my education and my family. Për mua gjërat më të rëndësishme janë arsimimi im dhe familja ime. And so, through these phases, I never stopped prioritizing these two. Kështu përmes këtyre fazave, unë gjithmonë I bëja prioritet këto dy gjëra. And so, even when I was depressed, I was always there for my family. Kështu që edhe kur isha e depresionuar, isha gjithmonë aty për familjen time. And even though I didn't have energy to study for a test, Edhe pse nuk isha energji për të studiuar për një provim, I would still go there even if I was going to fail. unë përsëri shkoja për të dhënë provimin edhe sikur ta dija që mund të dështoja. You need to be in uncomfortable situations to live your life fully. Ju duhet të mësoni të jetoni edhe në situata jo të rehatshme, në mënyrë që ta jetoni jetën tuaj të plot. And to stay connected to your identity. Dhe duhet të qëndroni të lidhur me identitetin tuaj. The psychotherapy that is offered for bipolar, Psikoterapia që ofrohet për çrregullimin bipolar it doesn't aim to cure your feelings. nuk synon që të kuroj apo të shëroj ndjenjat tuaja. It helps you deal with the consequences of what you've done through these phases. Ajo ju ndihmon që ju të përballeni me pasojat
e gjërave që keni bërë kur keni qenë në fazat e manisë apo të depresionit. And so then you can stop asking yourself, who am I? Vetëm kështu do të arrini që të pyesni veten tuaj kush jam unë. Jemi në fund të minutave të programit ton, kështu që ajo që do doja shumë të pyesja është, çfarë do t'i thoje dëgjuesave tona, një sugjerim që mund të kesh për to apo këshill? When we think of the importance of prayer, kur ne mendojmë për rëndësinë e lutjes, we may not know how and what to pray for. Mund të mos e dim se si apo se për çfarë të lutemi. When I was depressed, I prayed to be active. Kur unë isha e depresionuar, lutesha që të isha aktive. When I was active, I prayed to calm down. Kur isha aktive, lutesha që të qetësohesha. But the only prayer that helped was to pray for peace and answers. Por e vetmja gjë që më ndihmoi ishte të lutesha për paqe dhe për përgjigje. And you aren't alone in this diagnosis or in this world. Dhe ju nuk jeni vetëm në këtë diagnozë apo në këtë botë. When you're depressed, you need to keep people that love you unconditionally around. Kur jeni të depresionuar, duhet I mbani pranë njerëzit që ju duan pa kushte. They will help you see the things you've forgotten about yourself. Ata do t'ju ndihmojnë që të shihni gjërat që ju I keni harruar për veten tuaj. They will help you remember the love around you. Ata do t'ju ndihmojnë që të kujtoni dashurinë që ju rrethon. Every time you're depressed, you think, this is the worst I've ever felt. Sa herë që jeni në depresion, ju mendoni se kjo është gjendja më e keqe që kam përjetuar. And every time you're hypomanic, you will think, this is the best I've ever felt. Dhe sa herë jeni në fazën e hipomanisë, do të mendoni, nuk jam ndier asnjëherë më mirë se kaq. But after being medicated and going through the therapy, por pasi merrni ilaçe dhe bëni dhe terapin, you will understand happiness is the neutral spot. Ju do të kuptoni që lumturia është në fazë neutrale. You don't have to suffer and you don't have to feel amazing to live. Nuk ka pse të vuani apo nuk ka pse të ndiheni në mënyrë të mahnitshme për të jetuar. You can just feel satisfied with the things around you. Ju thjesht mund të ndiheni të kënaqur me gjërat që ju rrethojnë. And this is the option. Dhe kjo është mundësia. To stop hurting yourself and to stop hurting others. Që të mos lëndoni më veten tuaj dhe të mos lëndoni më të tjerët. Don't be scared to share things with people around you. Mos kini frikë që t'i ndani gjërat me njerëzit që ju rrethojnë. Even if they don't like it, edhe nëse nuk ju pëlqen atyre, it would help you create a peaceful environment. Ata do t'ju ndihmojnë që ju të krijoni një ambient paqësor në paqe. A safe environment. Një ambient të sigurt. Because you will know who will be around you through the hardships and the good things in life. Sepse ju do të kuptoni se kush është aty për ju në vështirësitë e jetës apo dhe në momentet e bukura. If people can't handle you, they don't deserve you. Nëse njerëzit nuk ju përballojnë dot apo nuk merren dot me ju, atëherë ata nuk ju meritojnë. And you can apologize for where you've hurt others. Dhe ju mund kërkoni falje kur keni lënduar të tjerët. But you also need to apologize to yourself. Por duhet I kërkoni falje edhe vetes suaj. For the times you've pressured yourself. Për ato kohët kur I keni bërë presion vetes suaj. Or when you've hurt yourself. Apo kur e keni lënduar veten. Treat yourself nicely. Trajtojeni veten tuaj me mirësi. Treat yourself kindly. Trajtojeni veten tuaj me dëmshuri. Just as God loves you. Ashtu siç Perëndia ju do. Love yourself. Duajini dhe ju veten tuaj. Faleminderit nga zemra Michelle për të gjithë këtë rrëfim kaq të sinqert, edhe unë me të vërtetë shpresoj dhe uroj që të gjitha dëgjuesit tona, qoftë dikush që ndoshta është duke përjetuar të njëjtat simptoma apo ndoshta ka dikë pranë që po përjeton një problem të ngjashëm,
të mund të jenë, le të themi, të mund të ndihmojnë më tepër veten e tyre dhe njerëzit që kanë afër. Edhe duhet të falenderoj dhe ty Arta për ideimin e këtij programi edhe për të sjellë këtë temë kaq të rëndësishme dhe delikate për t'u trajtuar. Ashtu si edhe në programin e kaluar, unë falenderoj Michelin dhe shpresoj dhe lutem që vërtet historia e saj të ndihmojë shumë nga dëgjuesit tona. Sikur edhe për të hedhur hapin e parë, pra të flasin me dikë, të flasin me mjekun e familjes, të drejtohen tek specialisti, edhe të trajtohen për këtë gjë, që të mos kenë probleme më vonë. Pra siç e tha dhe Micheli, që mendova për gjërat që po kaloja, por mendova për të ardhmen më shumë. Pra për të pas një të ardhme më të mirë, disa gjëra edhe duhet të trajtohen. Perëndia na ka dhënë mjek të mirë, Micheli e tha këtë, dhe u ka dhënë atyre zgjuarsinë për t'i trajtuar këto probleme. Kemi mbritur kështu në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Mund ta ndiqni këtë program ashtu si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2026. Do të gjeni këtë program dhe programet e tjera që ne kemi bërë për sezonin e këtij viti, pra për këtë vit. Gjithashtu, nëse dëshironi të ndani historinë tuaj me ne, nëse dëshironi të ndani kërkesat e lutjes, ne ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë. Mund na shkruani një email në twralbania@gmail.com ose një mesazh në faqet tona në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Bashkë do të dëgjojmë sërish në programin e ardhshëm. Deri atëherë miru dëgjofshim dhe Zoti ju bekoft. Ndoshët programin Shpresë për ty.